si do të jetë komunikimi me xhenetlive mes vetë kështu me radhë. Këto janë gjëra domethënë çka duhet mi cek patjetër. E këtë doshta, kjo e pyetja e rrallë. A do të bisedojmë në xhenet, banorët e xhenetit, për gjërat e kaluara të dunjos? Po. Kjo është pyetje shumë me vend se ne e dim ka kënaqësi për shembull, ne sidomos si meshkuj, po edhe femrat me siguri kanë të njëjtë. Qëta kënaqësi kur del për shembull në shëtitje me familjen, qëta kur del me vëllezërit e tu. Domethënë janë dy gjëra të ndryshme. Nuk ka nevojë aty të përzihen, kupton? Kjo është kënaqësi tjetër, kjo është kënaqësi tjetër. Edhe ka njeriu ka shokin e vet në ngushtë, apo një motër e ka shoqën e vet në ngushtë, e do shumë. Krejt gjërat i kanë kalu bashk. E tash për një kohë nuk shifen atje. Ndoshta njëra shumë më lart që ta më poshtë apo ai personi. Po. E thot Allahu subhanahu i dërguar sallallahu alaihi wasallam e përmend dhe thot momentin kur këto të shkojë mendja, po i kujtohet filani. E kom pas shumë shok. Ku është ai? A din që është prej banorëve të xhenetit. Mirë, po nuk e kam në pranë. Spektakol. Prej asaj që përmendëm më herët, tham që për të plotësuar tash dhuntia e këtij personi, shefesh ka thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot koltuçet të cilat janë duke u kënaqur, do të lundrojnë, ai do të vjen këtu, ky do të shkojë afër ti. Do të afrohen atë shumë sa do të shohin njëri tjetrin. Pra koltuku komplet ngritet edhe lundron. Shkon afër atij tjetrit, pra afër shokut të tij, të cilin ki e kërkon. Pra i ka shkuar ndërmjet filani. Çka u bë me ta? Thot do të afrohen kultuqet, do të afrohen afër njëri tjetrit dhe thot atë do të nisin do të bisedojnë njëri me tjetrin. A mban mend filan vendin kur Allahu na fali neve filan mëkat. Thot po, bile di edhe vendin edhe çashtin kur neve e bëmat gjuna apo bëmat vepër, pastaj çka i kërkojmë Allahut, o Zot na fal dhe Allahu na fali. Pra do të ketë bisedime mes tyre për gjërat e kaluara kësaj bote. Kjo është e vërtetuar në hadith. Dhe kjo është kënaqësi, një prej kënaqësive të xhenetit. Pa do ta kujtoj se çka kena bëu tri. Por alhamdulillah u kthym në rrugën e Zotit. Kërkojm falje prej Allahut, Allahu na fali. Pra bashkë kështu tekstualisht e përmend pejgamberi, tha do të përmendë njëri tjetrit do të përmend, ama mend filan vendin ishim ne. Pastaj kërkojm Allahut falje dhe Allahu na fali. Pra do të ketë bisedime mes tyre dhe takime mes tyre. Alhamdulillah.